Me lejoni t'ju them që këto ishin zgjedhjet më të mira dhe më të ndershme dhe më të lira nga 1945. Populli shqiptar e do Edi Ramën dhe Partinë Socialiste në mandatin e tretë dhe tashmë në mandatin e katërt. Partia Socialiste është partia më e madhe dhe partia më bujare që ka pasur Shqipëria në 32 vitet e fundit. Është partia e fermerëve, partia e policisë, partia e ushtrisë, partia e drejtësisë që i ka dhënë këtij vendit më në fund një strukturë të posaçme për të luftuar krimin organizuar. Mos harrove një institucion shumë të rëndësishëm si diaspora? Populli e do Edi Ramën, po është edhe partia e diasporës, 75% e diasporës kanë votuar Partinë Socialiste dhe duket që janë shumë të gëzuar me këtë sistem arsimor, me këtë sistem spitalor, me këtë sistem taksash, janë shumë të lumtur shqiptarët. Akuzat e opozitës nuk qëndrojnë, siç nuk kanë qëndruar gjithë këto vite dhe këto humbje të njëpasnjëshme të saj. Partia Socialiste është partia e popullit dhe populli e do Partinë Socialiste, siç e ka dashur që në 1945 dhe sot e do, sepse ajo i jep garanci, ju jep bukë, ju jep drejtësi dhe ju jep gjithçka që do populli.